Përshëndetje. Këtë videon e kam parashikuar si thua para shumë kohësh, pasi fola për mirënjohjen dhe thash dy gjërat shumë të mëdha kam bërë unë se janë shumë të rëndësishme në këtë rrugtimin tim. Pushteti i mirënjohjes, që do rikthehemi përsëri, edhe pushteti i detachment që quhet në anglisht, kurse në shqip është e shkëputjes. Pra, pushteti i shkëputjes. Ne vuajmë në të vërtet në kuptimin e plot në ky pushtet i shkëputjes. Dhe kam shumë shembull që mund të sjell atje, jo vetëm personale, po edhe me njerëz që punoj në jetën e përditshme, por edhe në eksperiencat tona, dhe jam e sigurt të gjithë ju që jeni aty keni të tilla eksperjenca. Çdo të thot ky pushtet i shkëputjes? Neve kemi varësi, pra varemi, çdo gjë e varim nga mënyra se si jemi rritur në fëmijërinë tonë, dhe në bazë të asaj perceptojmë ose, si të thuash, marrim këndvështrimin e jetës tonë. Shumë pak njerëz, siç e kam thënë tek video e kaluar, janë të paktët ata që pyesin kush jam unë. Pra me të vërtet kush jemi ne dhe nga vim nga. Secili nga ne, ka thënë Mark Twain, duhet të bëj pyetjen kush jam, dhe gjithë shpirtërorët, dhe gjithë njerëzit që kaluan hyjnorët, filozofët, gjithë në tokë, këtë kanë pasur qenë më kryesore. Kush jemi neve? Ne në fakt është një temë shumë e gjerë, asnjë nuk e ka gjetur, dhe secili ka rrugtimin e vet për ta gjetur këtë. Ky podcast ose këto video që bëj në YouTube në gjuhën shqipe është pak a shumë rrugtimi im i eksperiencës time personale dhe me ata që kam rreth studentët e mi, por edhe me njerëzit që më vinë për të më vënë në sfida, nëse unë kam mësuar mësimin, ose kam kuptuar veten, ose vazhdoj të qëndroj në atë pikë me veten. Dhe në këtë pikë edhe kam dashurinë edhe mirënjohjen të shpërndaj me njëri tjetrin. Disi të gjeni, si thuash, pak a shumë atë vetveten tuaj nëse gjeni, ose rrugtimin tuaj që secili ka. Në fund të ditës jemi të gjithë një. Pushteti i shkëputjes. Pushteti i shkëputjes është i gjithçkaje. Është shumë e vështirë njeriu të shkëputet. Dhe pak a shumë vdekja është një nga shkëputjet më të mëdha. Ajo na bën që ne të shkëputemi nga gjithçka, që nuk i përkasim asgjë dhe nuk kemi asgjë. Të vetmja gjë që kemi e kuptojmë kur vdesëm, siç e ka thënë shkrimtarë të mëdhenj, njeriu zgjohet nga vdekja. Pra, pak a shumë ne nuk duhet harim tek ajo pikë të vdesim, por ne që merrim me rrugtimin e brendshëm, ne vdesim ditë për ditë. Pra çdo thot kjo? Krahasitim një pjesë të egos tonë që kemi brenda, atë që nuk na shërben më. Si lulja tani që kam para është shumë e bukur, por ajo krijon, domethënë, gjëra që nuk janë të mira dhe ti fillon e i krahasit, dhe duke i krahasitur dhe e ujit. E njëjta gjë ndodh me atë punën tonë të brendshme, me rrugtimin tonë të brendshëm. Kur fillojmë të kuptojmë që çdo gjë që është rreth nesh, edhe gjithë mësuesat e thonë dhe unë po e them dhe do ta përsërit në çdo podcasting, në çdo video që bëj, nuk manifestojmë atë që duam, manifestojmë atë që jemi. Pra, ne rreth nesh kemi ato që jemi në të vërtetë, ose rreth nesh kemi ato që duhet të mësojmë që të rritemi. Pra, secili nga ne aty jashtë, jam e sigurt që ka një varësi, ka një attachment, marrëdhënie personale të dikujt që është i lidhur totalisht dhe ka varur veten në total. Dhe kohët e fundit kishëm një eksperiencë personale të punë e një njeriu që kishte varur jetën e saj tek ai njeri. Dhe kur pyetet, domethënë, pyetja që i vjen e pyet, po ti ku ishe? Jo, ai e ka fajin. Pra, kam ngulur në atë që unë i dash dashuri atij njeriu dhe ai nuk ishte mirënjohës i saj dashurie, nuk më dha. Pra, me pak fjalë neve, duke dhënë dashurin, presim të njëjtën monedhë të marrim mbrapa. Pra, kjo quhet varësi. Varësi tjetër quhet mos të ham mirë.
të mendojmë mendime të këqija, të shumë mendojmë, edhe kjo është një varësi. Varësi quhet neve të jemi të varur nga fëmia jonë. Shumë nëna e kam dëgjuar të thonë, nuk jetoj dot pa fëmijën tim. Nuk e imagjinoj dot jetoj pa ta. Nuk është se nuk e imagjinojmë dhe është e vërtet. Fëmia është pjesë e trupit tënd, është ajo që ty ka kanalizuar universi dritej. Është një fuqi e fortë, por në të njëjtën kohë, kur i thua këto gjëra, ti fillon të varesh nga ajo dhe çdo sjellje që bën ai njeri ti e pranon atë sjelljen për arsye sepse ti nuk do t'i vësh kufi, sepse ke frikë se do ta humbasësh. E dyta është kjo. Varësitë janë të mëdhaja. Jemi të varur dhe krijojmë egoizëm dhe fillojmë të kontrollojmë. Të fillojmë të kontrollojmë situatën. Varësi kemi dhe në mënyrën se si besojmë në një fe. Pra, fanatizmin që vendosim aty. Frikën që kemi se po dëgjuam një mendim tjetër, do na bëjë neve që të humbasim besimin që kemi. E vërteta është ndryshe. Ti duke qenë se je i hapur, fillon të shikosh se sa i fortë je në besimin tënd. Pra, të gjitha këto shembull shumë të mëdhenj, i varur je me kritikën. Dhe më besoni kemi shumë të theksuar neve. Populli jonë ka shumë të theksuar kritikë. Në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe e ka veten time shpesh herë, pa e kuptuar akoma në ndërgjegjen tonë që bëra edhe një video për ndërgjegjen se sa kritikojmë, sa shumë kritikojmë, dhe sa shumë kritikojmë të tjerët, sa shumë kritikojmë veten, sa jo të gentle që thot mësuesi im, jemi jo me veten, do me thënë të dashur me veten, të duam veten në mënyrë atë që them ti dashurojmë dhe të metën, sepse duke filluar të dashurosh këtë të metë që ke, do fillosh të kuptosh nga vjen, nga e ka burimin dhe do fillosh të çlirohesh, të pastrohesh. Është shumë i fortë pushteti i varësisë. Është egoistike. Kalon në një egoizëm. Shumë njerëz janë shumë të varur me paranë. Çdo gjë e rrethojnë dhe bëjnë atje. Shumë njerëz janë të varur me pamjen e jashtme. Ka frikë një person të dalë jashtë, nëse nuk është lyer, nëse ose bë një video, ose personat e televizionit, duhet të jenë perfekt që të dalin. Dhe kanë krijuar si thua një varësi ndaj asaj. E kanë shumë të vështirë për shembull që të dalin në mënyrë siç po dalon për shembull tani. Siç jam çuar në mëngjesi dhe kam vënë buskuqin që e kam me trëndafil organik. Pra, si të thuash këto janë shumë të rëndësishme. A janë veshur mirë, a ri mirë, a bëj mirë, a flas mirë. Pra, a ja thash mirë këtij njeriu. Pra, gjithë kohën në një tip Big Brotherin, e thoj sa me që po e shikoni shumë atë Big Brother, duke parë veten me gjëra të forta ndaj vet dhe duke e kritikuar orë minutë. Kjo është meditimi, kjo është puna me veten, se ti kur të ndodh diçka e tillë, faktikisht eksperjenca, ti do ulesh përsëri me veten dhe të kuptosh reagimin se ku bëre touch, domethënë e varur, dhe fillon avash avash ta pastrosh këtë gjë dhe kur ti fillosh ti shikosh gjërat në lartësinë tënde. Pra, i vëzhgon të gjitha, po nuk i prek. E di shumë mirë që s'të cila nga këto ka një arsye, nuk futesh aty, nuk bëhesh egoizme, po fillon ta shijosh jetën me rrjedhën e vet. Do dalim përsëri gjërat tjera sa të duash. Më besoni, çdo ditë jemi në mësim, në një mësim të fortë me veten. Dhe gjithçka fillon e mbaron te vetja. Pra ne jemi ata që krijojmë edhe shkatrojmë. Pra njeriu vetveti individualisht krijon edhe shkatron gjërat e tij. Kur gjërat nuk i ka në kontroll, fillon e bëhet nervoz, nuk pranon gjërat. Kur i ka në kontroll, ndihet superior. Por kur punon me veten dhe është i shkëputur nga këto gjëra, fillon ta shijoj veten në mënyrën më të thjeshtë.
te thjeshtësia është jeta, te thjeshtësia është bukuria, tek thjeshtësia është e vërteta. Faleminderit shumë që më ndiqni. Shpërndajeni nëse ndjeni. Dhe ky podcast ka shumë gjëra, bëhet me shumë dashuri. Nga ne. Kalofshim.